Sjellë sonte këngën e parë me të cilën jam prezantuar në festivalin e 8. Është një perlë për mendimin tim e Agim Prodanit, edhe pse nuk mori një çmim, pa jo u bë një simboli asaj kohe. Shok të pandar. Eta gjë. Di asun se si lindi mes nesh kjo miqësi. U s'flis një do, por një fjallë nuk fole as ti. Dhe ky aksion tani për ne po mbaron, ndarja për ne po hafron. Sot e kuptoj si lind një dashuri. S'ka qenda se largo, këtë ndjenjë që flakëro, miqësinë, o dashurinë. Ne po shkojmë të dy, por lexojmë ndërsy, ky larkim s'është jo, ndarje për ne, ja dhe një vit, edhe shkollën mbarojmë të dy. Dikur më the, fshati hyt mjeket repo të pre. Unë të premtoj, se susnat do vi, bashkë do t'ecim në jetë, si bashkëtar, si miq, shok të vërtet. S'ka që ndalë se largo, këtë ndjenjë që flakëro, miqësinë, dashurinë. Ne po shkojmë të dy, por lexojmë ndërsy, ky larkim s'është jo, ndarje për ne, jo për ne. Do vi, bashkë do t'ecim në jetë, si bashkëtar, si miq, shok të vërtet, shok të vërtet, shok të vërtet. Dhe tani të nderuar spektatorë, është momenti më kritik për mua. Ata nuk deshin jetën time, deshin vdekjen time. Ata nuk deshin që unë të krijonja familje. Ata nuk deshin që jeta jonë të vazhdonte. Ata nuk deshin që unë të kisha një trashëgimtar. Por ata nuk dinin forcën e Zotit. Zoti na nxori, Zoti na krijoi familje, dhe unë jam i lumtur sonte t'ju prezantoj ju pianistin e babit, thesarin e babit, i cili do të interpretoj në piano 2 pjesë nga Chopin, 2 valset Chopinit. Gerard Merdani. Tamam si sherifi 18 vjeç. Zemrë babit, urdhër.